krahasim me atë që sapo dëgjuam në insert, pra kur Bashkimi Evropian flet tashmë për shqetësim serioz, a është kjo një paralajmërim diplomatik apo nga ana tjetër mund të jetë një sinjal i qartë se Kosova tashmë po rrezikon dhe raportin e saj me Brukselin dhe apo hyn tashmë Kosova në një fazë të përplasjeve institucionale me aleatët e saj kryesor për shkak të një vendimi të KQZ-s? Kjo nuk është dukuri që po ndodh për herë të parë. Në që nga ardhja në qeverisë e kësaj strukture politike, vazhdimisht ka pas vendime dhe veprime të cilat nuk kanë qenë të harmonizuara, po kanë qenë ndesh. Edhe jo vetëm me frymen e koordinimit me aleatët ndërkombëtar përqur përpara procesin e përmbylljes së shtetësisë, por kanë qenë ndesh edhe me vetë frymen e pushtetutës dhe infrastrukturës ligjore mbi të cilën funksionon shteti i Kosovës. Për këto veprime të KQZ-s, të cilat fatkeqësisht janë të stisura nga individ brenda KQZ-s që në mënyrë imponuese prodhojnë të tilla situata, ju keni pa përfaqësuesin e VS, ai par që i thoshte Rashim Taçi Zvarani tash po më vjen emri, në çfarë forme, me çfarë presione dhe me çfarë gjuhë determinon komplet punën e procesit atij komisioni, kur normal dominojnë partitë ose përfaqësor partitë proporcionalisht me fuqinë elektorale. Dhe aty dominon normal përbërja e lëvizjeve vendose, të cilat imponojnë edhe çdo zhvillim brenda tij. Kryetari i KQZ-s, unë mendoj se është njeriu tani më i mundshëm, i penalizueshëm, jo vetëm në kontekst të vendimeve që ka marrë lidhur me listën serbe, lidhur me deputetët serbe të tjera, por edhe për vetë procesin zgjedhor të fundit në veçantë, ku kemi të bëjmë me një vjedhje të hapur të votës, abuzim, keq përdrim, si do një qune, dhe për shkak se është i strukturuar, do të thotë nga një komisioner të vazhdues, e deri tek përfituesit politik apo dhe shtabet zgjedhor, qofshin lokale apo qendrore të partive, dhe kur e dinë për faktin se këtë strukturë monitoron KQZ-ja, atëherë përgjegjësinë kryesore ka KQZ-ja dhe vetë personi drejtuesi i kësaj. Kush është ai? Kur ka ardhur në krye të KQZ-s, unë kam qenë i zëshëm edhe në fortun e parlamentit, se është një njeri që po t'i bëjmë analizat tipore dhe vlerat që duhet ketë si karakter, nuk i përmbush për qenë krye të KQZ-s. Sepse e pakta që mund të thuhet ishte një prokuror që i liroi 4 persona të akuzuar për krime lufte kundër shqiptarëve gjatë luftës, i liroi në procedurë e që kishte dëshmi sa dushme, pra ishte një njeri i dyshim, shkurt. Dhe atëherë kur ka ardhur i asnjë zhurmë nga Prishtina deri në Beograd, për shkak se ishte një person që vërtet do ta dëmtonte KQZ-n dhe mënyra se si u largua zonja Taka tregonte se kanë bënë me një komplot edhe një kopje të këtij institucioni tepër transishëm. Pse? Sepse të gjitha krizat politike në Kosovë janë burim i sistemit zgjedhor, i defekteve që ka sistemi zgjedhor në Kosovë. Tani, nuk kemi më vetëm një dëmtim të procesit në aspektin e vjedhjes, se kur e shohim të strukturuar përbën krim të organizuar strukturuar elektoral, për shkak të përfshirjes gjitha strukturave. Tjetër, në kuadër të kësaj, nuk kemi vetëm standardet e dëmtuara, sepse ishte krijuar një mendësi se në Kosovë bën zgjedhjet mirë, po, dalja, ajo rekreacioni i formës së daljes është vërtet për të përshëndet, por esenca është gjithmonë e dëmtuar, nuk ka ndodhur sot ke shpërdorimi i votës veç është zhvendosur nga qendrat e votimit në qendrat e numërimit dhe rezultateve. Dhe këta është një monitorim më të sofistikuar vetë subjektëve politikë dhe përfaqësimit të tyre. Dhe kemi pas edhe rënim sistemit zgjedhor, por edhe të legitimitetit ose të këtij procesi, ose edhe legjitimim të krimit të organizuar brenda sistemit zgjedhor, dhe cilat do të jenë pritjet tashti. Nuk mund të pritet me pas rezultate pozitive as një stabilitet politik nga një sistem zgjedhor i kompromituar, nga një votim ku vota qytetarit është abuzuar. Dhe kemi pastaj KQZ-n, e cila nuk jo që s'merr përgjegjësi, por bën legjitimimin e hajnisë e vjedhjes brenda sistemit. Çfarë ndodhi me zbulimin e votave të vjedha? Vetëm se u bën një rirangim i kriminalëve të votës, i përfituesve në procesin e vjedhjes votës, se kush qëndron më lart e kush më poshtë në emër të votave të vjedhura por atyre që janë shtuar. Pra këtu është dashur të veprojë sistemi juridik mbi parimin e ligjshmërisë.
Cënimi i votës është shkrim. Dhe në emër të kësaj, të ketë proces gjyqësor, janë disa lloj veprash penale që unë i kam identifikuar që janë konsumuar gjatë këtij procesi. Për shembull, lidhen me keqpërdrimin e procesit zgjedhor, falsifikim dokumentave zyrtare, shpërdorim detyrës zyrtare dhe bashkëkryer. Ndërsa në rastin e koordinimit strukturor përbën edhe element të krimit të organizuar elektoral. Dhe për këto është dashur të ketë dëndim dënues, por jo vetëm dënues, por me pasoja juridike. Personat të cilët janë involvuar në këto procese, nga komisioneri deri përfituesit, nuk mund të jenë më përfaqësues në institucione publike dhe as elektoral. Dhe kjo nuk po ndodh, KSZ-ja mbuloi këto, i bën një overlap dhe tani po na hapin tema të reja për ta shmangur vëmendjen nga krimi elektoral që është kryer në Kosovë. Dhe çfarë bëjnë? Përjashtuan listën serbe, nuk i certifikuan deputetët. Gjykata kushtetuese mori vendimin në frymën e kushtetutës. Ju do të thoni tani, ju po jeni pro listës serba, pro serbe. Ky është zhargoni gjyqësor që përdoret në këtë propagandën mediale të rrjetet sociale të qendrës propaguese të lëvizjeve vendosje. Përndryshe, se kush është kush dhe kush është kundër dhe pro kuj, ka dëshmu historia e kaluar. Tani jemi në një shtet demokratik dhe kushtetues, ku funksionon mbi kushtetutën dhe lista serbe është një ndër partitë e regjistruar në Komisionin Qendror Zgjedhor, pra në sistemin zgjedhor të Kosovës, sistemin elektoral. A ka pas hapësira të penalizimit të saj? Po, ka pas gjatë zgjedhjeve edhe nacionale edhe lokale në përfaqësues të listës serbe. Kosovën vazhdimsi e kanë quajtur me emrin jo kushtetues Kosova dhe Metohija. Pse dikush nuk ushtroi pa di? Vetëm mbi këtë të drejtë, sepse është devijim kushtetues i një subjekti politik, ka pas mundësi që këtë penalizohet dhe të nxjerrët nga sistemi zgjedhor, pse se bëri këtë qeveri. Deputetët e kësaj partie në vazhdimsi folin me gjuhë ultranacionaliste, përqarëse, nxitse të urrëties, luftës. Për shembull, në Mitrovicë në zgjedhjet lokale në këto, si ju thonë, të numëraleve mbrapa shpinës, e kanë pas të shkruar. Ne po kthehemi në serbisht kuptohet. Që i vjen ne po kthehemi si Serbi dhe marrin Kosovën prapë. Të gjithë në mbështetje të si ka emnej, ky kriminali që bani banjën atje, sulmin në banjën në manastir, Milan Radojčićin. Të gjithë në mbështetje të Milan Radojčićit. Dhe me këto slogane këta bënin fushatë elektorale. Milan Radojčić është person në ndjekje ndërkombëtare dhe të Kosovës, i shpallur terrorist. Si ka mundësi që nuk ushtroi pa di dikush nga kjo strukturë qeveritare. Dhe tani vim situatën kur këta, kryetari i kuvendit i nxjerrën nga seanca. Ikni thotë, si pjesë, po ti nuk mund të nxjerr. Dhe është drejt demokratike dhe është mënyrë bëjt politik bojkotimi i seancave, vetëm një 6 muaj paraqitet sa për pak. Dhe s'mundesh me amohu këtë, sepse është formë të bëjt politik. E dyta, nuk mund të nxjerrë se kanë orë me votën e qytetarëve të vet. Dhe janë pjesë e sistemit elektoral të Kosovës. E treta,